bëjmë ibadet vetëm në sezonal, në sezone, po njeriu muslimani duhet të bëjë ibadet Allahut subhanahu xhelle xhelalu pa u ndarë. Sonte do flasim një përkujtim vetë tim, pastaj edhe juve, ndoshta janë gjëra që i keni has këto ditë dhe i keni lexuar dhe i keni dëgjuar prej hoxhallarëve të ndryshëm, po secili e bën atë pjesën e vet. Unë inshallah do flas për sa i përket 6 ditëve të Shevalit ose agjerimi i ditëve të Shevalit. Përpara se t'ju tregojmë të mirat e këtyre 6 ditëve nëse ne agjerojmë dhe disa rregulla rreth këtyre ditëve të agjerimit, nuk ka diskutim që ne si musliman jemi të obliguar për Allahut subhanahu xhelle xhelalu, pastaj këshillave të Profetit alayhis salam që mos jemi që të bëjmë ibadet vetëm në sezonal, në sezone, po njeriu muslimani duhet të bëjë ibadet Allahut subhanahu xhelle xhelalu pa u ndarë. Për këtë kemi ajetin kuranor që thotë i madhi Zot, Kuranin Kerim, wa'budillah hatta ya'tika yaqin. Adhuroje Muhammed Allahu subhanahu xhelle xhelalu derisa të vi vdekja. Pastaj kemi hadithet Profetit alayhi salatu wasalam, i cili sallallahu alaihi wasallam thotë puna me komentin e hadithit që puna më e mirë e pëlqyeshme te Allahu është ajo punë e cila është e vazhdueshme. Ndoshta është e pakët, ama është punë e vazhdueshme, e rrjedhshme. Dhe këto janë punët e pëlqyeshme te Allahu subhanahu xhelle xhelalu, i cila vazhdon ajo punë gjatë gjithë jetës së besimtarit. Profeti alayhi salatu wasalam në një hadith, në hadithin e saktë, thotë men sama Ramadan thumma atba'a sitta min Shawwal kana sama dahr. Profeti alayhi salatu wasalam thotë kush agjeron Ramazanin, pastaj e pason Ramazanin me 6 ditët e muajit të Shawwal, sikur ka agjeruar, jo sikur, po ka agjeruar një vit. Shpërblimi pra është sikur ke agjeruar tër vitin. Imam Nawawi në një thënie thotë që Ramazani konsiderohet sa 10 muaj, ndërsa këto 6 ditët e Shevalit konsiderohen 2 muaj, kështu që plotësohet 12 muaj i vitit. Domethënë 6 ditët e Shevalit e plotësojnë komplet ke agjeru vitin. Prandaj Profeti alayhis salam pra e cekën në këtë hadith, në këtë thënie, që kush agjeron Ramazanin dhe e pason me 6 ditët e Shevalit, ka agjeru, sikur ka agjeru një vit. Domethënë shpërblimin inshallah te Allahu subhanahu xhelle xhelalu është një vit i tërë. Të mirat e 6 ditëve të Shevalit. Të mirën e parë në faktikisht e përmendëm nëpërmjet hadithit Profetit alayhis salatu wasalam, që shpërblimin e ke që ka agjeru një vit. Kjo ishte e mira e parë. E mira e dytë, këto 6 ditë e Shevalit nuk janë farze, janë synete, janë nafile, që nuk i kemi patjetër me agjeru, ama nëse agjeron shiko të mira dhe shiko shpërblimin sa merr te Allahu subhanahu xhelle. Mira e parë e 6 ditëve të Shevalit është që e marrim shpërblimin e një viti që kemi agjeru një vit. E mira e dytë thash që këto 6 ditë e Shevalit nuk janë farze, janë synete, janë nafile. Kush agjeron e ka shpërblimin te Allahu subhanahu xhelle xhelalu dhe ka shpërblim shumë. Dhe për të mirave të tjera ne e dim që njeriu nëse do të afrohet edhe më tepër me Allahun subhanahu xhelle xhelalu, i afrohet nëpërmjet nafileve, nëpërmjet syneteve, i afrohesh më shumë dhe bëhesh më i dashur te Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Kjo ishte e mira e dytë. E mira e tretë e këtyre 6 ditëve është që po të shikosh për shembull, ta krahasojmë me namazin, që namazi ka synete, ka farz dhe ka synete, varësisht vaktit të namazit. Edhe këto 6 ditë, motrat e mia, luajnë rolin e syneteve të farzit të agjerimit të Ramazanit. Domethënë e kanë atë rol. Tani roli i këtyre syneteve, si në namaz ose edhe në agjerim, çfarë roli kanë? Duhet të dimë që synetet e ruajnë farzin. Plus synetet e kanë rolin e asaj që i plotësojnë farzet. Nëse ne kemi farze që i kemi harru ose i kemi neglizhu, ose namaz, po edhe në agjerim,
synetet i plotësojnë farzet në bazë të haditheve të profetit alayhi salatu wasalam, pra synetet e plotësojnë farzin qofshin namaz ose në agjerim. Nëse kemi harru për shembull, ose nëse se nuk e dim tani, ne kemi agjeru, inshallah Zoti i krijt dhe ka bull. Zoti ja pranoft. Mi po ndoshta në një ditë nuk është pranu. Për efekt, sepse për shkak sepse ne jemi ato që se kemi rujt faktikisht agjerimin, ose se kemi rujt ibadetet. Domethënë, ose një ditë Ramazanit kam përgoju, një ditë Ramazanit kam dal nga vetvetja dhe e kam prish Ramazanin, ndoshta ti e ke mbajt nga haja dhe nga pija, nuk e hangër dhe nuk e pi, mirë po nuk e ke rujt gjuhën tënde, ke bë veprime të tilla që ajo ditë nuk është qujt. Ne kemi hadithet e profetit alayhi salatu wasalam, i cili thot sallallahu alaihi wasallam ka hadithe që nëse njeriu nuk e lën shpifjet, përgojimet, sharjet, ofendimet gjatë agjërimit, vetë se e ka lënë stomakun e vet bosh, domethënë nuk i pranohet ai ditë. Ndoshta na ka ndodhur, ne nuk jemi të sigurt, ne i lutemi Zotit që inshallah i të gjithë agjërimi është pranu. Mirë po, ndoshta ka ndonjë ditë që nuk është pranu, sepse i kemi bërë këto veprime, atëherë këto 6 ditë e Shewalit luajnë atë rolin që i plotësojnë farzet me lejen e Allahut subhane xhelle xhelal. Domethënë është plotësim i farzeve, synetet e plotësojnë farzet, Allahu e din më së miri. Mire tjetër e këtyre 6 ditëve, motrat e mia, është që këto 6 ditë janë vepra të mira, janë punë të mira, agjerim dhe është vepër e mirë. Dhe thonë dietarët, nëse veprën e mirë e pason me të mirë, nëse veprën e mirë e pason me të mirë, inshallah kjo është shenjë që Allahu subhane xhelle xhelalu ta ka pranuar veprën e parë. Domethënë, nëse ne e kemi bërë një vepër të mirë dhe menjëherë mas veprës mirë vazhdojmë me vepra të mira, kjo është shenjë, Allahu e din më së miri, që Allahu subhane xhelle xhelalu ta ka pranuar veprën e parë, sepse e mira e tërheqët mirën. E mira tërheqët mirën, Allahu e di më së miri. Prandaj dietarët e japin atë mendimin që thotë, nëse njeriu i pason dhe nëse njeriu agjeron këto 6 ditë muslimani agjeron këto 6 ditë e Shewalit, inshallah është shenjë që Allahu subhane xhelle xhelalu e ka pranuar agjerimin e Ramazanit me lejen e Allahut subhane xhelle xhelalu. Këtu lindin disa pyetje rreth këtyre agjerimit ose agjerimit të Shewalit. Kemi pyetje që zakonisht na bëjnë dhe bëhen përsëritet njëjta pyetje, ndoshta njeriu harron, ndoshta është skeptik dhe nuk e din se çka të bëjë. Rreth pyetjeve që na bëjnë rreth muajit këtyre 6 ditëve të Shewalit, është pikërisht që ata agjerim farzet e Ramazanit, domethënë ka dikush që ka qenë i smur në Ramazan dhe nuk i ka plotësuar Ramazanin, domethënë kalon Ramazani, ka 1 javë, ka 5 ditë, ka 6 ditë, ka 2 ditë, ka 3 ditë borxhe për Ramazanin. Tani bëhet pyetja, a ta agjeroj ato ditët e Ramazanit që më kam bet, a të vazhdoj me 6 ditët e Shewalit? Kjo është pyetje që zakonisht i bën njerëzit. Shikoni, kjo është temë ose kjo është një çështje diskutabile midis dietarëve. Domethënë që dietarët e kanë diskutuar këtë çështje, a të agjerohen ditët e Ramazanit që kanë bet, a të vazhdohet me 6 ditët e Shewalit. Domethënë këtu ke mendime të ndryshme dietarësh që duhet respektohet secili mendim. Personalisht jam që secili mendim duhet respektohet dhe secili mendim i dietarëve duhet vlerësohet. Pavarësisht secilin mendim ti e merr, pavarësisht secilin mendim ti e merr, duhet respektohen, sepse janë mendimet e dietarëve të cilët janë bazuar në Kur'an, të cilët janë bazuar në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thashë edhe herë e theksoj, pavarësisht se çka mendimit ti përmbahesh, mirë po duhet respektohen mendimet e dietarëve që mos bëjmë huti midis njerëzve. Atë çka kemi ne për obligim, kemi për obligim me tregu njerëzve mendimet e dietarëve të cilët janë bazuar në Kur'an dhe në Sunet. Tani, ata agjerosh 6 ditët, ata agjerosh ditët që të kanë bet për Ramazanit, atë vazhdosh me 6 ditë e Shewalit. Mendimi i parë i dietarëve është që thonë jo, duhet agjerosh farzet e Ramazanit që të kanë bet, pastaj vazhdon me 6 ditët e Shewalit. Ku bazohen atë në hadithin e profetit alayhi salatu wasalam, kështu e kanë kuptuar
i cili sallallahu alaihi wasallam thotë men sama Ramadan thumma atba'a sitta min Shawwal, kush agjeron Ramazanin dhe pason me 6 ditët e Shawwalit, do të thonë këtu dietarët e kanë kuptuar, do të thonë që ti akoma se ke plotësuar Ramazanin, ti akoma se ke agjeruar Ramazanin, ndërsa profeti alaihi salatu wasalam thotë kush agjeron Ramazanin. Ky është një mendim i dietarëve të cilët thotë jo, farzi është përpara sunetit, sepse agjerimi i Ramazanit është farz, kurse 6 ditët e Shawwalit thonë janë sunet dhe farzi është përpara sunetit. Dhe kjo është një prej mendimeve të dietarëve. Mendimi i dytë i dietarëve, çka thonë? Mendimi i dytë thotë jo, mundesh ta agjerosh 6 ditët e Shawwalit dhe ti njetin e ke, njetin inshallah e ke, qëllimin e ke që ti agjerosh edhe ditët që të kanë bërë të Ramazanit, sepse thotë ditët e Shawwalit, muaji i Shawwalit është i shkurt. Domethënë është një muaj dhe njeriu nuk ka shumë hapësirë. Dhe nëse njeriu shikon vetin e vet që unë nuk mundem ta agjeroj edhe farzet e Ramazanit që më kanë bërë, edhe 6 ditët e Shawwalit, unë nuk mund t'i arrij dhe nuk mund t'i agjeroj, atëherë thotë çka të bësh? Agjeron ditët e Shawwalit, pastaj inshallah me lejen e Zotit ti njetin e ke që ta agjerosh ditët që të kanë bërë për Ramazanit, duke u bazuar në hadithin ose në atë që transmetohet që Aisha radhiyallahu anha, gruaja e profetit alayhi salatu wasalam, i ka pas lënë plotësimin ose agjerimin e ditëve të Ramazanit deri në muajin Shaban. Deri në muajin Shaban, Allahu Ta'ala alem. Tani nëse do kishte qenë patjetër, domethënë që patjetër e ka pas që ta agjeroj ditët e Ramazanit pastaj Shawalin, kjo është mendimi i dietarëve, thonë, nuk i kishte lënë Aisha radhiyallahu anha deri në muajin e Shaban. Domethënë tu ka hapësirë. Tu kam hapësirë dhe secili njeri do shikoj vetin e vet. Nëse kam pak ditë të Ramazanit, i kam 1 ditë, 2 ditë të Ramazanit që i kam borxh, e agjeroj këto 1 ditë, 2 ditë, pastaj vazhdon me ditët e Shawwalit. Nëse ka njerëz që kanë shumë borxhe, domethënë mund të kenë 10 ditë, mund të kenë 8 ditë, mund të kenë 9 ditë për Ramazanit, thotë ta agjeroj 10 ditë, 9 ditë, pastaj vazhdoj Shawwalin, është mundim për mua dhe nuk mundem t'i agjeroj, atëherë shkojmë mendimit dytë, i cili agjeroj ditët e Shawwalit me lejen e Allahut subhanahu xhella xhelalu, pastaj njetin e ke, ti agjerosh, ti kompensosh ditët që të kanë bërë për Ramazanit. Lind pyetja tjetër tani, që zakonisht diskutohet, dhe cilët thotë a bën me një njet? Me një njet ti agjeroj edhe ditët që të kanë bërë për Ramazanit, po edhe ditët e Shawwalit. Me një njet. Personalisht, pavarësisht se ndoshta mund të ketë mendime të tilla, personalisht jam me mendimin atyre dietarëve të cilët nuk e lejojnë. Pse? Sepse farzi don njetin vet dhe syneti don njetin vet. Domethënë me një njet nuk mund të futesh edhe farzin edhe synetin, pavarësisht që ka ndoshta mendime të cilët anojnë ka ajo që e kanë leju, po thotë se vapet nuk i kis sa me agjeru veç e veç. Personalisht jam që të agjerohet secili don njetin vet, farzi don njetin vet, nuk mundet me farzin edhe synetin ti fusesh me një njet. Me një njet. Allahu Ta'ala alem, ky është roli i njetit faktikisht. Për shembull, mund ta marr një shembull, nëse ne falim, e din që dreka ka, namazi drekës ka synet, ka dhe farz. Atëherë kemi 4 synet përpara dhe pastaj kemi farzet e drekës. Ne çka bëjmë? Ne një herë falim synetet, pastaj falim farzet. Pse atëherë nuk i fusim me një njet, 4 rekat, vetëm 4 rekat i bëjmë, e me një njet, edhe farzin, edhe synetin, ja. Sepse dietarët na kanë mësuar që farzi don njetin veç, kurse me synet mundesh, synet me synet mundesh me një njet. Për shembull, Allahu Ta'ala alem, nëse e dim që dikush për shembull shkon në xhami dhe nuk i ka fal për shembull 2 synetet e drekës, mirë po ka shkuar në xhami për ligjërat për sen, ka shkuar në xhami dhe nuk i ka falë synetet e drekës. Ne dim që është e pëlqyeshme që kur të hysh në xhami, falen 2 recate që quhet tahiyatul masjid, përshëndetje për xhamin. Tani këtu dietarët e kanë leju, domethënë ti fal 2 recate me njetin, edhe synetin, po edhe për xhamin, sepse është synet me synet. Pra inshallah është e qartë për sa i përket. Farzi don njetin vet, kurse synet mundet. Allahu Ta'ala alem. Jam me këtë mendim që nuk bën që ti ta gjënosh edhe farzet që të kanë bërë ditët për Ramazanit edhe Shawalin me një njet dhe t'ia agjeron. I përmbahem këtij mendimi, Allahu Ta'ala
e di më së miri. Tash pyetja tjetër që bëhet motrat e mia është që a mundet t'i agjëroj këto 6 ditë me radhë, apo t'i agjëroj për shembull të hënë të është e lejueshme, është e lejueshme, ke hapësirë, feja jonë është e lehtë. Allahu subhanahu xhella xhelalu thot në Kur'anin Kerim, yuridu Allahu bikumul yusr, Allah azza wa jall don për ju lehtësim dhe nuk don vështirësi. Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë yasiru wala tu'assiru, lehtësoni dhe mos vështirësoni. Do në këtë gjë keni hapësirë që mundesh t'i agjërosh veç e veç, mundesh të enjtë edhe të hanë, ose të hanë edhe të enjtë, i agjëron. Dikush ka mundësi t'i agjëroj rreth, është kthehet te vetë te personi te njeriu. Pra, nëse ke mundësi me agjëru rreth, i agjëron, nëse nuk ke mundësi, vetëm agjëron të hanë të enjtë, i llogarit, inshallah shpërblimi është Allahu subhanahu xhella xhelalu njësoj. Pyetje tjetër që zakonisht hasim, dhe ka njerëz të tillë që thonë për shembull, un kam agjëru, kam fillu të agjëroj ditët e Shevalit, mirë po vetëm 3 ditë, ose vetëm 2 ditë, ose vetëm 4 ditë munda të agjëroj për efekt se kam qenë në udhtim, ose për shkak që kam qenë në udhtim, ose për shkak që kam qenë smur, nuk munda ta kompensoj dhe nuk munda të agjëroj. Shifni, e para gjë, njeriu nëse agjëron 2 ditë, 3 ditë, agjëron 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, Shevalit inshallah shpërblimin e ka aq sa ka agjëru. Mirë po nëse ka pas arsye, për shembull, udhtimi ose arsye që ka qenë i smur, për efekt smundjes nuk ka mund ti agjëroj këto 6 ditë, inshallah me lejen e Allahut subhanahu xhella xhelalu shpërblimin e ka të plot. Inshallah shpërblimin e ka të plot. Pse e ka shpërblimin të plot? Ka hadithet profetit alayhi salatu wassalam, thëniet profetit alayhi salatu wassalam, ose ashtu siç ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, thotë idha marada abd au safar, do të thonë nëse njeriu smuret ose është në udhtim, thotë shpërblimin e punëve Allahu subhanahu xhella xhelalu do t'ja japi ashtu siç ka qenë i shëndosh, ose siç ka qenë për shembull në vendin ku ka net ose në shtëpinë e vet. Domethënë nëse njeriu është i smur dhe për shkak të smundjes nuk mundi ta kompensojë, dhe për shkak të smundjes nuk mundi ta agjëroj 6 ditë, por i ka agjëruar 5 ditë ose 2 ditë ose 3 ditë varësisht, atëherë inshallah shpërblimin e ka të plot të Allahu subhanahu xhella xhelalu mbas të hadithit profetit alayhi salatu wasalam. Nëse nuk ka qenë as i smur, as nuk ka qenë udhtim, mirë po aq ka dëshiruar ta agjëroj 2 ditë se nuk mund të ri pa bukë, nuk mund të ri pa cigare, nuk mund të ri pa kët, atëherë shpërblimin e ke për aq ditë sa ke agjëru, wallahu taala e di më së miri. Prandaj këto janë nafile, këto janë sunete, dhe është mirë ti marrim, është mirë të agjërojmë, është mirë t'i marrim këto të mira që na afron Allahu subhanahu xhella xhelalu, që të ngremi më tepër në shkallë, që të ngremi më tepër të Allah azza wa jall, që të kemi shpërblime dhe sevape inshallah të Allahu subhanahu xhella xhelalu. Pra, këto ishin pak a shumë përsa i përket 6 ditëve të Shevalit, të mirat e këtyre 6 ditëve të Shevalit. Disa pyetje që zakonisht bëhen për këto 6 ditë të Shevalit, Zoti na mundësof gjithëve t'i marrim ato të mira, t'i marrim ato shpërblime që ka premtu Allahu subhanahu xhella xhelalu, pastaj që na ka këshilluar profeti alayhi salatu wassalam. Wallahu yadin më së miri. Subhanallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.